Shqipëria i ka shtuar shanset e saj për të fituar statusin e vendit kandidat, është komisioneri për zgjerimin Stefan Füle, që e deklaron këtë në një shkrim autorial së bashku me ministrin e jashtëm të Lituanisë, Antanas Linkevicius, me titull Ballkani Perëndimor dhe Turqia mundësi të reja për zgjerim të Bashkimit Evropian. Shqipëria ka treguar një përmirësim të sjelljes demokratike në zgjedhjet e fundit dhe ka siguruar një tranzicion paqësor të pushtetit duke i rritur gjasat e saj për të fituar statusin e kandidatit, theksojnë Füle dhe Linkevicius, kryediplomati i Lituanisë, vend që mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Por theksohet se progresi është i mundshëm aty ku ka vullnet politik për të fokusuar në reforma dhe aty ku agenda e Bashkimit Evropian konsiderohet një prioritet kombëtar. Dialogun Kosovë-Serbi, dy autorët e këtij shkrimi e sjellin si shembullin më të mirë e më të qelluar të fuqisë transformuese të procesit të pranimit të Bashkimit Evropian dhe sinjali qartë i asaj se edhe vendimet më të vështira mund të merren nëse ka motivim dhe gatishmëri politike. Duke u ndalur te mali i zi, theksohet se procesi i negociatave ka arritur në një moment të ri dhe dy kapitujt e rëndësishëm të negocimit në procesin e pranimit mund të hapen në muajt e ardhshëm. Füle dhe Linkevicius shtojnë se ne jemi duke bërë përpjekje po ashtu që të zhvillojmë negociata për pranim me Turqinë sipas planit, por të dy pranojnë se lodhja e shteteve aspirante në këtë proces përbën një farë kërcënimi. Por mesazhi është i qartë, mundësitë për të lëvizur vendosmërisht drejt shtegut të integrimit evropian janë shumë të qarta dhe të hapura. Është në duart e këtyre vendeve që këto mundësi t'i bëjnë realitet për të mirën e qytetarëve të tyre, ashtu siç bëri Kroacia.